është kontradiktore, sepse dhuna nuk u konvenon studentëve, lëvizjes studentore, dhuna i konvenon Vučićit. Pse i konvenon? Se, për shembull, nëse Sonja Biserko tha diçka tjetër, nëse mund t'ju kontradiktoj, se fundi është çështje mendimesh. Gjithsesi, absolutisht. Ajo tha që nuk i konvenon sepse dhuna praktikisht prodhon dhunë dhe e bën të keq pushtetin përgjithsisht. Po Vučići nuk ka rrugdalje tjetër. Vučići ka gjithë popullatën kundër. Nuk ka fjala vetëm për studentët. Jo gjithë, zoti Koci, se ka edhe për kras. Nuk e di tani cila është përqindja, sepse nuk e di as në Serbi, por është një lëvizje masovike, pas cilës qëndrojnë një pjesë e opinionit bukur të madh në Serbi. Tani unë me përqindje nuk e di, dhe për ta ndalë këtë lëvizje, unë mendoj se Vučićit dhuna i konvenon pse. Jep pretekstin që të shpat gjendje të jashtëzakonshme, sot është folur për mundësinë që të arrestohen gjithë liderët e opozitës. Praktikisht sot edhe shpallur një lloj gjysmë gjendje jashtëzakonshme. Liderët e opozitës nuk janë lejuar të hyjnë në parlament, nuk është pamundësu lëvizja e autobusëve dhe treneve për Beograd. Kjo është saktë. Dhe këto sinjalizojnë që munën në bindjen time ati i konvenon dhuna. Pa nuk është më shumë shenjë e panikut, se janë masa të parandalimit që mos të mblidhen edhe panikut. Zoti Kora, që citova pak më parë, sot tha që Vučić është një qyqar, dhe ata qyqarët tha vetëm dhuna i mendojnë se mund t'i shpëtoj. Diktatorët, aje quajti qyqarë, do të thotë. Dhe unë mendoj se edhe nëse nuk do të ketë nesër dhunë, aja dhunë herët avon do të paraqitet. Do nëse unë jam bukur i bindur që hiq më larë se nesër do të kemë dhunë të jashtëzakonshme. Thash pak më parë, nuk është çdo gjë në duart. Edhe nëse Vučići nuk dëshiron në këtë fazë të ketë dhunë, mund të ndërhyjnë operativet e shërbimeve sekrete ruse që janë të pranishëm në... Mirë, po skenari tjetër që nuk do të ketë dhunë, por do të paraqitet një numër i jashtëzakonshëm i njerëzve në sheshin qendror të Beogradit, që do të bllokohet, do të duket diçka të jetë masive. A nuk e detyron Vučićin, i cili duket i qelikt në atë që do të qëndrojnë pozicionin ku është, nuk do të bëj kompromise ndaj protestuesve. A nuk e ndryshon edhe prezenca qoftë në mënyrë patësore nëse përfundon protesta? Nuk është në logjikën e diktatorëve që të tërhiqen para, do të thotë, pavarësisht sa do të mlidhen 100.000, 200.000, 500.000, nuk është në logjikën e tyre që të... Ai ditëve të fundit e ka përsëritur vazhdimisht një fjali. Nuk do të ketë qeveri kalimtare, mund të ketë vetëm nëse me vrisni. Dhe këtë e ka përsëritur disa herë. Ai e di shumë mirë. Apo thoni është këtë gjendje të rënduar, zoti Koci? Ka pohimet të ekspertëve, sociologëve, psikologëve që është në gjendje të rënduar edhe psikologjike, do të thotë. Dhe këtë unë e kuptoj, sepse shumica e analistëve në Beograd thonë që nëse do të tërhiqej, do të përfundonte, ose do duhet ikte nga Serbia, ose do të përfundonte i arrestuar për korrupsion dhe për keqpërdorime të jashtëzakonshme të përmasave gjigante, do të thotë. Aja din këtë shumë mirë. Prandaj nuk mendoj që ai mendon që mendon në formë paqësore ta zgjidhë këtë çështje. Mbase ndoshta mund ta zgjedh momentin kur do t'i godet, por se do të përdor dhunë, këtu nuk kam asnjë dilemë. Po të përfundonte me rënjen e Vučićit, kjo protestë e nesërme apo protesta të radhë, se nuk po e dim dhe nuk do të lëshohemi të jemi pa përgjithshëm në mënyrën se si flasim për gjëra të cilat ende nuk ju dihet epilogu. Si besoni që demokracia në Serbi e brendshme, që është absolutisht e brisht, që ka pas të lashe në mënyrën se si ka funksionuar në regjimin e Vučićit, do të merr jetë? Si mund të rigjenerohet? A ka shumë shpresë? Sonja Biserko një pjesë u shpreh absolutisht e pa shpresë, pothuajse. Tha vetëm këtu janë shenja të mira, por shoqëria serbe është praktikisht në një krizë jo vetëm ekonomike e politike, po tha edhe morale. Absolutisht. Zonja Biserko ka absolutisht drejt. Aja përmendi, tha, ndoshta do duhen 10 vite nëse edhe fiton lëvizja studentore, do duhen 10 vite. Unë pajtohem me te në Serbi. Serbia nuk ka traditë demokratike. Nga rënja e dinastisë e Obrenovićve në vitin 1903, Serbia nuk ka pasur më qeveri demokratike. Ka pasur 2 përpjekje në këto 122 vite, 2 përpjekje. Një ka qenë, do të thotë,
në vitin 71, lëvizja Latinka Perovicit dhe Marko Nikezicit, lider të ateshëm të Serbisë, cila ka përfunduar shumë shpejt. Dhe përpjekja Xhinxhiçit, gjithashtu shumë e shkurtër, periudha tjetër e Serbisë është e errët në kuptimin e demokracisë, lirive. Prandaj është proces shumë i vështirë në Serbi, dhe unë pajtohem me pohimin e ju që do t'jetë shumë vështirë, edhe nëse fitojnë studentët, edhe nëse fitojnë lëvizja studentore. Është proces që do të zgjat, por përfitimi që do të ishte i pari, nëse supozojmë se do të fitonin studentët, mendoj se i kalon kufit e Serbisë. Në çfarë kuptimi? Mbetja në pushtet e Vučićit shton gjasat për një cikël të ri të konflikteve në Ballkan. Këtë doja t'ju pyesja, do ishte pyetja pasu se ju shihni pra efektin domino që do ta përcillte në rajon, ku do të manifestohej dhe si do të rezononte potencialisht rënja e Aleksandar Vučić nga pushteti në Serbi. Nëse Aleksandar Vučić bjen, mundësia e konflikteve në Ballkan zvoglohet në minimum, kam përshtypjen, është bindja ime, do të thotë, sepse do të binte trashëgimia Miloševićit. Por, nëse Vučić mbetet në pushtet, mundësia që të ketë konflikte treja në Ballkan, si ri konflikteve bëhet shumë reale, fillimisht në Bosnjë, dhe ne shohim lëvizje atje që çojnë në atë drejtim, praktikisht atje kemi fillimin e procesit të demontimit të Bosnjës. Edhe mundësia, gjithashtu është mundësi reale që të ketë probleme, konflikte edhe në Kosovë dhe mund përfshi edhe Malin e Zi. Atje në formë pak më të sofistikuar, më shumë formë politike, por mendoj se ajo që është rrëmbullaksu si botë serbe, do të bëhej objektiv i Vučićit, i cili përmes konflikteve të reja në Ballkan, do të rilegjitimohej, do të tentonte të rilegjitimonte vetveten para opinionit serb si mbrojtës i interesave serbe në Ballkan. A nuk po e dëshmon pak pohimin e Vučićit që perëndimi pra do ta rrëzojë nëse çen ka mbetja në pushtet e Vučićit mundësi për konflikte të reja, natyrisht konflikte të reja më së paku do të donte perëndimi në këtë rast, po flas Bashkimi Evropian, por edhe SBA-ja besoj. As po e vërteton pak këtë? Por publikisht deri më sot nuk ka asnjë, unë jam madje i habitur që Bashkimi Evropian, po dhe Shtetet e Bashkuara, ende nuk ka një deklarim hapur. Është një ftesë, ishte para 2-3 dite, apo? Jo, dhe sot kishte vetëm një deklaratë që të drejta e protestës është drejtë themelore, diçka kështu. Formulime shumë të përgjithësuara, pa ndonjë Çfarë prisnit ju? Çfarë prisnit ju, zoti Koci? Unë kam pritur që do të mbështetet lëvizja studentore më fuqishëm, qoftë nga Brukseli, qoftë nga Washingtoni. Unë mendoj se ajo mbështetje nuk ka ardhur. Formulimet e tyre që kërkojnë dialog, kërkojnë të sigurohet protestat paqësore, ato janë formulimet përgjithësume që nuk kanë ndonjë domethënie. Deri më tani nuk ka pasur mbështetje të fuqishme. Se mund ndodh kjo? A mund ndodh edhe për faktin që Vučići megjithatë për perëndimin ndonse shpeshherë u ka punuar prapa shpinës, siç thonë, në anën tjetër ka qenë edhe njëri që nga shumë kush është parë që i ka kryer punët e perëndimit po ashtu. E ka mojt i farë balanci në Serbi. Fatkeqësisht kjo është. Do thotë ne përmendëm politikën e stabiliokracisë. Ky është personifikimi i politikës së stabiliokracisë, por unë mendoj se ajo periudhë është duke marrë fund. Sepse Vučići